Shqetësimi për përhapjen e murtajës së ruminantëve të vegjël ka marrë përmasa kombëtare. Laboratori i referencës ISUF ka konfirmuar zyrtarisht vatrën me 3 të infektuar në Zell Bastar të Tiranës, duke e çuar në 6 numrin total të vatrave të përhapura në vend. Të dhënat zyrtare tregojnë se murtaja është zbuluar fillimisht në Postrip të Shkodrës, më pas në Dibër dhe Bulqis, për të vijuar në Korçë, Berat dhe së fundmi në kryeqytet. Në këtë zonë janë identifikuar 8 ferma të prekura me mbi 1 mikrer bakti të imta, kryesisht dele dhe të cilat janë asgjësuar nga shërbimi veterinar. Në çdo vatër ku identifikohet virusi, i gjithë mbashtrimi eliminohet në mënyrë të menjëhershme përmes një protokolli të rreptë veterinar që përfshin eutanazinë e tufës me armë të specializuara. Sipas autoriteteve, kjo është masa e vetme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit, që përhapet me shpejtësi të lartë nëpërmjet kontaktit direkt ose indirekt mes kafshëve. Ministria e Bujqësisë ka urdhëruar ndalimin e përkohshëm të panajireve, tregjeve të baktive dhe çdo lëvizje të pakontrolluar të kafshëve të gjalla në territorin shqiptar, por pavarësisht këtyre masave, dinamika e përhapjes së virusit tregon se sëmundja nuk është frenuar. Fermerët e prekur shprehen të shqetësuar dhe të dëshpëruar, duke akuzuar se infeksioni është futur në vend përmes kontrabandës dhe tregtive të baktive të imta me dokumenta të falsifikuara shëndetësor. Sipas tyre, shumë prej kafshëve të infektuara rezultojnë të kenë ardhur nga Rumania me dokumentacion që nuk garantojnë gjendjen reale të tyre. Ndërkohë, ministria ende nuk ka bërë publike një vendimarrje për dëmshpërblim të fermerëve të prekur, të cilët përballen me pasoja të rënda ekonomike në një situatë të pasigurt për të ardhmen e fermave të tyre. Ekspertët e ISUF-it theksojnë se murtaja e ruminantëve të vegjël nuk përbën rrezik për njerëzit, por ka pasoja të rënda për sektorin blegtoral dhe ekonomitë rurale. Tashmë vëmendja është përqendruar te gjurmimi i rrugëve të përhapjes dhe bllokimi i lëvizjes së baktive në mënyrë që të mos preken zona të tjera të vendit.